A jeni efikas si parti politike, si lidhje demokratike, po edhe ju si kandidat, që t'i bindni njerëzit? Është koha jashtëzakonisht e shkurt, ne jemi të unu me i fuzionu, ndoshta edhe takimet nëse keni pas rast me i fuzionu ka 2-3 fshatra me një takim për shkak këtë kohës të shkurt të fushatës. Po jemi të thonë në çdo takim, jemi të thonë që to që po them këto dhe shumë të tjera që nuk po arrijmë të thonë, jemi të thonë që është që ky njeri që ka ardhur na ka thonë jemi të fjet mbi thënë gjell, edhe me të pagu rrymën shumë shtrejt. Hajde zotni, çka di me boti? I ke pas 6 vjet, i ke pas 51%. Nuk të ka pengu kërkosh, hajde sot tregona, çka di me boti? Çka ke ditë me bë? Ke ditë me marr taksa qytetarëve, taksa të familjeve që mëndzi që ja dalin nështë mujt, taksat familjeve që lënë kesh diçka për me t'i pagu taksat shtetit tonë, edhe ti i merë ato taksa, qysh performan me ato taksa, i merë për mini $1 miliard për të ndrymë. Edhe pekunojnë për të ndrymë për kompanisë Vuk Hamovicit. Pa qenë i gatshëm me ndërtu asë një termocentral, pa qenë i gatshëm me ndërtu asë një central që prodhon energji elektrike. Po ja thojmë qytetarëve që po, kjo parti e ky lideri një partije që e ka pas gojën plot patriotizëm, nuk ka po bashkë me listën srpska në 2 ligje. Ligjin për shtetësi edhe ligjin për mi përjashtu veteran prej pagës minimale. E ka pas gojën plot patriotizëm, sot ka dalë është po bashkë me ta për mi votu çdo 2 ligje. Që ka ndodhur me ligjin për shtetësi? I ka mundësu kolonizatorëve sërb, djalit e nipit tina, me arë më bo bashkë me djalin edhe me nipin e një ushtari të ushtrisë trimtare të lavdishmit të Kosovës. Apo një dëshmori. Apo një dëshmori. I ka mundësu me ardhë që ato 100 euro, që ato vitra që po ne jep njeve, qytetarëve të Republikës Kosovës, me adhonë edhe atina. I ka mundësu me ardhë edhe një pensionist me ardhë me marrë qëto. Edhe këto ka bo bashkë me listën srpska. Po ja thojmë që po, që kjo parti politike para 6 vjetë ka thonë që kemi me hek të vëshën në produkte bazike, në vaj, mill, krep, në kretë produkte bazike. Çka ka ndodhë kur ka ardhë në pushtet? Krejt çmimet janë rritë. Kur të rritën çmimet, kur ti nuk qytetari, biznesi, nuk e ka ndje dorën e pushtetit, nuk e ka ndje dorën e shtetit, nuk i nevoj. Faktisht i ki bo për me qenë varën qytetarët kur ti pjalëshën 100 euro. Edhe çka po ndodhë, kjo belshon bashkë në kohën e zgjedhjeve, që më një farforë i bjen me ble vullnetin e lirë të qytetarit që është gati në kufinin e varfërisë, të ekzistencës. Edhe kjo është jashtëzakonisht shumë e damshme edhe për demokracinë. Tashmë së fundi më i dol edhe çështja e 2 milion euro që i shpërndajti për aviokompaninë me armi pru dhe këtu me votu. Faktikisht po e deformon vullnetin e lirë të qytetarëve të Republikës Kosovës. Çka kemi bërë si lidhje demokratike e Kosovës? Që kemi dalë përballë kësaj situate. I kemi mbledhur ekspertat më të mirë që i ka ky vend, edhe kemi hartu programin qeverisës, që buron prej nevojave qytetare, që buron prej eksperiencave të shumë ekspertëve të shumë lamive, që orientojnë shtetin me një ekonomi solide, që orientojnë jetën e qytetarëve me një jetë që faktikisht e bën të dinjitetshme, e meritojnë qytetarët e Republikës Kosovës. Edhe kemi dalë me programin tonë zgjedhor, që parasheh ndër të tjera reformë në arsim, reformë shëndetësi. Kemi spitalin e ri, kemi para pas spitalin e ri. I ka pas tana mundësit, nuk e ka asnjë kapacitet, nuk e ka rrit. Spitali i ri 500 milion, termocentrali
me gaz 500 milion. Përfundimin e autorrugëve, përfundimin e magjistraleve, investimin në infrastrukturë, investimin në secilin sektor të jetës që rregullon jetën e qytetarëve të Republikës Kosovë.